nana besimtarëve, Aisha radiallahu anha, e pyet pejgamberin alayhi salatu wasalam, o i dërguar i Allahut, nëse e di se cila është nata e Kadrit, çfarë të them në ta? Me çfarë të lutem në ta? Pejgamberi alayhi salatu wasalam i thot, thuaj o Aisha, thuaj Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. O Allah, ti je falës. Allahu është falës. O Allah, ti je falës, e do faljen, andaj më fal mua. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar xhamatli. Qëllimet dhe synimet e mëdha, qoftë në këtë jetë apo në jetën tjetër, nuk arrihen pa mund, nuk arrihen pa u lodh, nuk arrihen me rahati. Suksesi njeriut dhe arritja e gradave të larta në çështjet e kësaj bote apo të ahiretit janë të lidhura me mundin dhe luftën që njeriu e bën me vetveten e tij. Sikur gjonat e mëdha të arriheshin pa u lodh, pa u mundua, atëherë gjithë njerëzit do t'i arrinin ato. Por realiteti është ndryshe. Kush dëshiron të arrijë majat, patjetër duhet të lodhet dhe të luftoj me veten e tij. Sa më i madh të jetë qëllimi, aq më e madhe duhet të jetë përpjekja dhe mundi. Ashtu edhe besimtari nuk mund t'i arrijë gradat e larta të xhenetit pa e munduar veten, pa u lodhur për ta. Ashtu siç na ka treguar dhe mësuar Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an ku thot, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lam Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lam as-sabirin. A menduat se do të hynin në xhennet pa e ditur dhe pa e pa Allahu se cilët për jush kanë luftuar dhe kanë duruar? Allahu po na tregon në Kur'an qartë se nuk mund të arrini gradat e larta pa na vënë test dhe pa e kaluar atë testin. E testi është që të mundohesh dhe të bësh sabër në të njëjtën kohë. Muaj Ramazanit po kalon shpejt dhe po ik me hapa të shpejt. Allahu subhanahu wa ta'ala na ka treguar në Kur'an, na ka thënë ayyamun ma'dudat, janë ditë të numëruara, janë ditë të kufizuara, që nënkuptohet se këto ditë shkojnë shpejt. Kujdesuni, mos i lini me ju ik pa bë punë të mëdhaja, pa i mbush ato me adhurime. Janë ditë që dihet kur e kanë fillimin dhe dihet kur e kanë mbarimin. Pra nuk janë pa kufi. E çdo gjë që është e kufizuar kalon shpejt. Në fund të rrugës, trupat mund të lodhen, të dobësohen, po edhe të ndjenjë mërzi. Jemi në fund Ramazanit dhe këto ndjenja mund të na vijnë ndonjëherë, po besimtari i vërtet duhet vazhdoj deri në fund. Besimtari që i ka qëllimet dhe synimet e larta, duhet bëj sabër, të mundohet dhe të çojë deri në fund ashtu si ka fillu bilem edhe më mirë. Prandaj mundohu dhe shtoj adhurimet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu ka vepruar edhe ai. Edhe ne duhet t'i tregojmë
Allahut subhanahu wa ta'ala se sa jemi të gatshëm për të sakrifikuar, për të arritur kënaqësinë e tij. Jemi në test. Allahu azza wa jall don me na pa se sa jemi ne të gatshëm me sakrifikua për të arritur kënaqësinë dhe shpërblimin e tij. Përpiqun ditët dhe netët që kanë mbetur nga Ramazani, sepse puna vlerësohet sipas përfundimit të saj. Puna vlerësohet sipas përfundimit të saj. Netët teka të këtij 10 ditëshi kanë mbetur vetëm 3. Dhe në njënën prej tyne mund të jetë nata e Kadrit. Nata teke është nesër, pra e shtunë, ditën e hanë dhe ditën e mërkur. Na kanë mbet edhe 3 net tek. Ajo, sidomos nata 27 e Ramazanit, e cila përkon të hanën, duhet shfrytëzohet më shumë. Ajo fillon me perëndimin e diellit të së hanës dhe zgjat deri në lindjen e diellit të së martës. Shumica dietarëve apo shumë dietarë kanë thënë se nata 27 është nga netët më të mundshme të jetë nata e Kadrit. Po çka është nata e Kadrit? Pse mundohemi të arrijmë dhe të adhurojmë Allahun azza wa jall më shumë atë natë? Allahu azza wa jall po na thot në Kur'an në surën Al-Qadr, Lejlatul Qadri khairun min alfi shahr. Nata e Kadrit është më e mirë, më e vlefshme se 1000 muaj. Më e vlefshme se 1000 muaj. Ai që arrin të adhurojë Allahun azza wa jall atë natë, fiton shpërblimin që nuk mund të arrijë gjatë gjithë jetës tij. Nëse arrin të adhurosh Allahun azza wa jall atë natë, i bie se ke adhuru Allahun azza wa jall më shumë se sa një jetë e gjatë. Njeriu nuk mund të adhuroj Allahun azza wa jall 83 vjet rresht. E 83 vjet i bie 1000 muaj. E Allahu azza wa jall po thot khairun min alfi shahr. Janë më të mira se sa 1000 muaj, apo është më e mirë se sa 1000 muaj, apo më shumë se sa 83 vjet. Ajo është nata që zbresin në tokë me lajket edhe vetë Gjibrili. Është nata ku përcaktohen ngjarjet dhe caktimet e vitit, dhe nata ku pranohen lutjet. Aja lejon besimtari vetës ta humb një natë të tillë, një natë aq të madhe. Pra nuk bën me ja leju vetës ta humb këtë natë me kaq shumë bereqet. Ai që nuk mundohet seriozisht për të arritur këtë natë, për ta vlen fjala e pejgamberit alayhis salatu wassalam kur thot: "Men hurima ha faqad hurima al-khayra kullah." Kush privohet nga ajo, kush nuk përfiton nga kjo natë, është privuar nga çdo mirësi. Pra nuk bën besimtari ta lejoj të kaloj kjo natë pa përfituar nga ajo. Nga adhurimet më të mëdha të natës së Kadrit, patjetër është lutja apo duaja. Të lutet njeriu, të i kërkojë Allahut subhanahu wa ta'ala. Nana besimtarëve, Aisha radiallahu anha, e pyet pejgamberin alayhis salatu wassalam: "O i dërguari i Allahut, nëse e di se cila është nata e Kadrit, çfarë të them në ta? Me çfarë të lutem në ta?" Pejgamberi alayhis salatu wassalam i thot: "Thuaj o Aisha, thuaj Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna." O Allah, ti je falës. Allahu është falës. O Allah, ti je falës, e do faljen, andaj më fal mua. Kjo është duaja që duhet përsëritet në këto net. Ajo dinte se nga adhurimet më të mira është lutja, duaja.
Për atë e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për lutjen më të mirë. Lutjet e ka ditë edhe Aisha që janë të preferume, mirë po ajo e kërkoi lutjen më të mirë dhe pejgamberi alayhi salam e udhëzoi ti kërkoi Allahut azza wa jall faljen. Dietari i madh Sufjan al-Thauri thoshte lutja në atë natë është më e dashur për mua se sa namazi nafile. Pra ka pas për dietarëve që e kanë preferuar me bë dua më shumë se sa me u fal. Puna më e mirë në atë natë është që njeriu të fal namaz gjatë, të lexoj Kur'an në namaz dhe të bëj lutje në sejdë. Kështu i bashkon disa adhurime në një kohë. Besimtari kur të lutet duhet ta ndjej varfrinë dhe nevojën e tij për Allahun. Dhe duhet jetë i bindur se vetëm ai i përgjigjet lutjes. Gjithashtu duhet që njeriu të kërkojë gjëra të mëdha të kësaj bote dhe të botës tjetër. Mos të ndalet në një anë, të i bëj lutjet vetëm për këtë botë, apo të i bëj lutjet vetëm për botën tjetër. Ti bashkoj të dyja. Kështu Allahu azza wa jall na ka mësuar, edhe ka qenë prej duave më të preferuara të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Allahu azza wa jall po na mëson të themi Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Zoti ynë na jep të mira në këtë botë, na jep të mira në botën tjetër dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit. Pra të bëjmë dua për të dyja botët, për dynjan edhe për ahiretin. Ndërsa sa i përket namazit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men qama lejlatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Kush e kalon natën e Kadrit në namaz, me besim të plot dhe duke shpresuar shpërblimin e Allahut, Allahu i ia fal mëkatet e kaluara. Allahu ja fal të gjitha mëkatet e mëparshme. Namazi natës në 10 ditëshin e fundit Ramazanit, sidomos në natën e Kadrit, duhet të jetë ndryshe nga në të tjera, të bëhet me shumë përulje dhe përqendrim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kur hynte 10 ditësh i fundit e gjallëronte gjithë natën me adhurim. Gjithë natën bëjke adhurim pejgamberi alayhi salatu wasalam. Prandaj le të përpiqemi që namazi ynë në netët që kanë mbetur të jetë namazi ynë të jetë më i mirë dhe më i përkushtuar. Allahu i madhruar e ka fshehur shpërblimin atyre që falen natën. Për shkak të madhështisë së tij, besimtarët zakonisht i fshehin adhurimet e tyre nga sytë e njerëzve, prandaj edhe Allahu e ka fshehur shpërblimin e tyre si shpërblim i përshtatshëm me veprën e tyre. Allahu subhanahu wa ta'ala thot: ata ngrihen nga shtrati. Besimtarët pra ngrihen nga shtrati për t'ju lutur Zotit të tyre me frikë nga dënimi dhe me shpresë në shpërblimin e tij, dhe japin nga ajo që ne u kemi dhënë. Askush nuk e di se çfarë gëzimi të madh është fshehur për ta. Allahu azza wa jall kështu po na thot. Askush nuk e di se çfarë gëzimi të madh është fshehur për ta si shpërblim për atë që kanë vepruar. Elusim Allahun azza wa jall na falë, na mëshiroj. Elusim Allah subhanahu wa taala të na lehtësoj punët e mira në këto ditë Ramazanit, po edhe pas Ramazanit. Elusim Allahun azza wa jall të i shëroj të smurët dhe të i mëshiroj të vdekurit. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullaha li wa lakum.